U rikthyem sërish në studio gjithmonë me pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë special. Sot në studio kemi kënaqësinë të mirëpresim autoren Adelina Beluli, cila vjen para lexuesve me librin Një jetë shumë histori, një vepër që sjell rrëfimin e jetës dhe kontributit të arsimtarës, po njëkohësisht dhe gjyshës së juaj Regaipe Osmani. Përmes kujtimeve, dëshmive dhe fakteve historike, ky libër shpalos jo vetëm jetën e një gruaje të veçantë, por edhe një pjesë të rëndësishme të historisë son arsimore dhe shoqërore. Mirë se erdhët Adelina në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm. Faleminderit për ftesën. Atëherë një libër krejtësisht ndryshe, një libër që flet për një histori të gjyshës së juaj, por njëkohësisht edhe të mësuesës së parë. Çfarë të sollej ta shkruash këtë libër, këtë rrëfim për mësuesën Regaipe Osmani? Po duke parë aktualitetin e shkollës, arsimimit në përgjithësi, dhe duke parë se në të shumtën e rasteve i humbi vlera e esencës se çfarë është arsimi në të vërtetë, dhe duke parë se gjeneratat e reja tani të gjitha janë të gjeneratës inteligjencës artificiale, fatkeqësisht po humbet edhe vetëdijsimi se në çfarë mënyrë, në çfarë rrugëtimi neve arritëm këtu. E gjitha kjo më lindi, ma dha në fakt idenë që ta përgjigjsoj një histori që për te jetës, domethënë individuale të individit, flet për një histori. Domethënë çdo rrëfim brenda këtij librit është një histori në të vërtetë, në vetë fjalën ku është edhe historia e vetë popullit tonë. Edhe vetë popullit. Ky libër të themin që është shkruar me një rrëfim e cila gjyshën tani më jeton ende është gjallë në moshën 95 vjeçe dhe ka qenë një rrëfim i drejt për drejt nga gjyshja juaj. Sa keni mundur që gjitha ato rrëfimet ti shpalosni këtu në librin e juaj? Libri fillon faktikisht në kohën si kanë qenë rrethanat historike në kohën kur lindi mësuesja Regaipe Osmani. Pastaj vijon me rrethanat se në çfarë mënyrë u shkollua, kush ndikoi në shkollimin, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për gjini femrore dhe gjinia femrore zakonisht është e paragjykuar tani, mos të flasim për kohën kur ka lindur mësuesja në fjalë. Gjitha këto, domethënë, janë të bartura në libër, madje me rrëfim një pjesë bukur e madhe në rrëfimin e vetë arsimtarës që jipet në vetën e parë, në raste të rralla, domethënë jam inkuadruar edhe unë. Është një rrëfim që flet që nga lindja deri në ditën e sotme. Domethënë që kur u ballafaqua për herë të parë me banka shkollore, me mënyrën se si janë shkolluar atër fëmijët, deri më tani që është e preokupuar me çështjen e arsimit dhe me mënyrën se sa nxënësit dhe si mësojnë. Mund të na thuani se sa kohë ju desh për mbledhjen e materialeve dhe sa sfiduese ishte gjetja të themi e dëshmive për të biseduar me gjyshën e cila ka qenë, mund të themi se ndoshta edhe pak më lehtë, po edhe më e vështirë të themi duke pasur parasysh që ka qenë edhe në moshë, është në moshë tani, dhe sa ka mund t'i mban mend gjitha ato ngjarjet historike nga fillimi i shkollimit të saj që fletë dhe deri më sot. Fatmirësisht, këtu nuk pata vështirësi. Unë me një pjesë të këtyre rrëfimeve dhe jam rritur, me qenë se është gjyshja dhe zakonisht më fliste për rëndësinë e shkollimit dhe për regjistrimin, domethënë ftova një ditë në shtëpinë time, ishte 10 maj më duket, edhe pse figuron në libër, por tani nuk po e mbaj mend mirë, që të më rrëfente për jetën e saj. Fatmirësisht edhe unë habita me mbamendjen e saj, me qenë se ishte në gjendje në hollësira, në data, në emra, në emërtimin e rrugëve të atëhershme të më rrëfej gjithçka që bëhet fjalë këtu. Me vite, domethënë se rrugtimin nuk e kam pasur të lehtë, duke i pasur parasysh rrethanat e historike, me qenë se bëhet fjalë për një person që ka lindur para luftës së dytë botërore, dhe për shkak të rrethanave të luftës së dytë botërore është dashur të shpërngulet në vendbanime të ndryshme. Kumanov, Mirat Toc, pastaj të rikthehet në Runic, të zhvendoset prapë në Kumanov, të emërtohet mësuese në Likov. Gjitha këto i mbante në mend
me data, me vite, gjë që më ka habitur edhe mua. Edhe juve, pasi që edhe ju jeni një profesoreshe gjuhës dhe sa ju kanë ndihmuar të themi edhe gjyshja, por edhe një mësuese e pare asaj kohe në rrugtimin e juaj në fushën e arsimit. Sa ke mësuar të themi edhe ti nga jo? Për mua gjithmonë ka qenë një udhërrëfyese. Sa isha nxënëse, ka qenë udhërrëfyese të arrija sukses që të bëhesha një ditë mësuese si ajo, duke e parë parasysh respektin që i bënin nga ish nxënësit. Me qese nga viti 84 është në pension, por sot edhe kësaj dite ajo kur takohet me nxënësit, me ish nxënësit e saj, nxënësit i heqin duart nga xhepi nëse i kanë në xhepa dhe e përshëndesin me dashamirësi. Unë duke i parë vazhdimisht këto, ka ndikuar që unë të shkollohem dhe ta zgjedh një drejtim arsimor që ka të bëjë drejt për drejt me arsimimin e fëmijëve. Zonja Regaipe Osmani, dhe më thënë e keni paraqitur 100% një grua të fortë në shkrimin e juaj të librit, e cila në atë kohë ka rezistuar të themi, ka qenë një ndër mësueset e para dhe çfarë mendoni se mund të mësojnë të rinjët? Të rinjët shumë çka mund të mësojnë. E para është ajo që gjinia femërore mund të mësoj këtu. Se neve flasim për zona urbane ku femra domethënë i ka gjitha të drejtat, por i kemi edhe disa zona rurale që fatkeqësisht femra dhe sot e kësaj dite është mbyllur brenda mureve dhe nuk e ka atë të drejtën e shkollimit dhe jetës së saj, por duhet pa tjetër të diktohet nga të tjerat. Brenda këtë libri, domethënë, unë e kam paraqitur se si një fëmijë duke qenë një femër, fillimisht heziton të shkollohet, meqense dëshiron të bëhet si nëna e saj, të ketë shami në kokë. Por megjithatë, fatmirësisht hoxhallarëve të kohës, që kanë insistuar të shkojnë në shkollë, duke e parë aftësinë e saj, dhe me përkrahjen e madhe të familjes, ka arritur që të thejë të gjitha paragjykimet e kohës dhe të hapë shtigje në mesin e gjithë stereotipeve që janë krijuar atje, që një femër nuk guxon të shkollohet. I ka thyer të themi të gjitha tabut në atë kohë. Mund të na thuani se në procesin e shkrimit ju ka lënë ndonjë ngjarje gjatë rrëfimit të saj që të ka ngelur në mendje dhe ndoshta do e mbani mend gjatë gjithë jetës? Janë disa, por do e veçoja kur për herë të parë është punësuar në fshatin Likov si mësuese, në moshën 17 vjeçare, e cila atëherë nxënësit i ka patur më të mëdhenj në moshë, që fatkeqësisht kanë qenë në atë kohë të gjithë gjinisë mashkullore, dhe është fiksuar se mos ndoshta do e sulmojnë, do e paragjykojnë, madje edhe tregon një rast që më erdhi interesant, është vendosur për të banuar në objektin e shkollës, e cila në kushtet që ka qenë atëherë, kanë qenë rrethana të tmerrshme dhe të banonte e vetme në objektin e një shkolle me një klasë ku kishte vetëm një krevat. Dhe më rrëfente që gjatë ditës krevatin e zhvendoste afër dritares që t'jetë më afër rrezeve të diellit, ndërsa në mbrëmje e zhvendoste afër derës nga frika se mos do e sulmojë dikush. Tregonte se sa e kanë përkrahur familjarët e saj? Po, vazhdimisht e kam pyetur madje se nga e pati këtë guxim, domethënë në atë kohë të hapësh rrugtime të reja në këtë fushë, më thonte që e ka pasur vazhdimisht përkrahjen e babait të saj, i cili vinte nga Miratoca e Preshevës, asnjëherë nuk ka qenë e paragjykuar brenda rrethit familjar. Por ajo që më erdhi më tepër, domethënë si çudi për kohën, që edhe në fshatin Likov pati një përkrahje zakonisht të madhe nga gjithë fshatarët. Madje edhe në libër e kam përmend që mua shpesh gjatë rrëfimit më ngjasonte sikur po e lexoja afërditën përsëri në fshat nga Steriosvasi. Shumë bukur. Libri është një ndërthurje mes historisë personale dhe asaj të themi kolektive. Sa e rëndësishme është që histori të tilla të dokumentohen dhe të ruhen për brezat e ardhshëm. Po çdo individ, çdo person që në vete ka mbartur një mision për rrethën shoqëror dhe që ka lënë domethënë shenja në jetën e njerëzve, patjetër që duhet të përjetësohen, se me kalimin e kohës gjërat po harrohen. Gjeneratat e reja mendojnë se gjithmonë ka qenë kështu e lehtë me gjitha këto të drejta, me gjitha këto
sjellje, domethënë demokratike që i kemi. Ata nuk e dim domethënë vështirësitë që njerëzit i kanë pasur, ballafaqimet, sfidat që i kanë të kaluar për të arritur në ditën ku jemi neve sot. Është e rëndësishme çdo histori, domethënë individuale ndonjë personi që ka lënë gjurmë në rrethën shoqëror, patjetër që të dokumentohet, që të mos lihet nga harresë dhe të deformohet pastaj nëpërmjet gojdhënave. Shumë bukur. Si autora ishte vështirë të ruani të themi balancin mes emocioneve dhe objektivitetit gjatë rrëfimit të kësaj historie që ndoshta e keni pas të themi pak edhe më të vështirë se përveç se ka qenë mësuesja e parë dhe njëkohësisht edhe gjyshja juaj. Këtu nuk e pata të lehtë. Mu deshtë disa herë të rikthehem librit, se shpesh herë rrëfimin e vazhdoja me emocione, gjë që duhej të shmangësha, unë si autore e librit. Domethënë zhytesha pak më tepër në emocionin që e kishte bartur gjyshja. Për këtë rast më është dashur që 2-3 herë të rikthehem librit, ta përpunoj librin, që këto emocione t'i largoj nga rrëfimi im dhe nga rrëfimi i gjyshës. Që të mos njëjtësohemi si personazhe. Mund të na thuash se çfarë mesazhi përcjell ky libër për rolin e gruas shqiptare në arsim dhe në shoqëri? Mesazhi që përcjell ky libër është që kur njeriu e ka një qëllim, një synim për të arritur në jetë, asnjëherë nuk është e lehtë, por megjithatë duhet me gjetur forcë brenda vetvetes për kraje në rrethin dhe asnjëherë nuk mungon rezultati i arritur. Asnjëherë nuk mungojnë dhe kjo është një rrëfim mund të them që dallohet duke pasur parasysh se ka qenë edhe një ndër mësueset e para të asaj kohe, por edhe njëkohësisht edhe gjyshja juaj dhe besoj që ka qenë jeni munduar që edhe ju të përcjellni një mesazh të fortë për gjithë lexuesit e librit. A mendoni se figurat që kanë kontribuar në arsim marrin vlerësimin që meritojnë në ditët e sotme? Fatkeqësisht jo. Shpesh herë vjen në harresë. Shpesh, domethënë, kur gjatë promovimit, brenda Kumanovës, domethënë, pak a shumë e dinin që është, por shumica edhe më thonin ende është gjallë. Domethënë, nga mungesa e respekt ndaj figurave që ka dhënë kontribut, vjen nga kjo mungesë mund të themi që është harruar. Po, që është vënë në harresë. Shpesh ka thënë që nga ish nxënësit asnjëherë nuk ka qenë e harruar. Dhe sot e kësaj dite vazhdimisht pa marrë parasysh se në çfarë vende të Evropës janë, kur kthehen gjatë pushimeve, shkojnë dhe vizitojnë. Por kjo mungesë jo vetëm ndaj figurave të arsimtarëve, që është prezente sot, por është prezente dhe mungesa ndaj arsimtarit të ditëve të sotme. Vërtet, mësimdhënia, mësuesi është vënë në një pozitë jo të lakmueshme, jo të përfillshme nga shoqëria. Nga shoqëria, fatkeqësisht mund ta themi kemi raste kur kemi dëgjuar raste të ndryshme. Si e bën krahasimin nga koha e mësuesës Regaipe dhe tani ju si një profesoresh duke u bazuar në rrëfimet e saj? Është një krahasim, është një dallim bukur i madh. Meqense gjyshja rrëfente se fëmijët shpesh mungonin në shkollë nga që duheshte baballarëve që ndihmonin në për ara, në për fusha, në për kullotën e bagëtive. Dhe shpesh gjyshja është dashur që të komunikoj me prindërit që të vijen në ujdi që ata do të lirohen një orë nga procesi arsimor për të ndihmuar në shtëpi, por megjithatë do rikthehen prapë në bankat shkollore. Krahasuar këtë me fëmijët në ditët e sotme, të cilët i kanë të gjitha të mirat. Domethënë, nuk ka gjë që i mungon, niveli i arsimimit, edukimit është për të dëshiruar. Domethënë, gjitha mund të themi që janë me kushte më të mira për mësim, por ndoshta duke u bazuar në atë kohë, besoj që kanë qenë kohë më të vështira për të mësuar, të themi, për të shkolluar. Cili ka qenë, të themi, reagimi më i veçantë që ke marrë nga lexuesit? Nga lexuesit ka marrë reagime të shumta. Disa më përgëzonin për mënyrën e të shkruarit në aspektin gjuhësor, disa për narrativën që është dhënë në libër dhe disa vlerësime për punën e mësuesës në fjalë. Reagimet kanë qenë të shumta. Libri është mirëpritur, aq sa ka arritur të deportoj në opinionin e gjerë,
por megjithatë presim që edhe më tutje të promovohet, meqense bëhet fjalë për një libër që nuk rrëfen thjesht një histori dashurie apo një rrëfim të zakonshëm jetësor, por në aspektin historik. Thash edhe një herë po e përsëris brenda këtij libri nëpërmjet historisë individuale shpaloset historia kolektive e popullit shqiptar. E popullit shqiptar. Dësta, cili ka qenë reagimi i gjyshës juaj? Gjyshën fillimisht kur e pataftuar në shtëpi për ta dhënë ajo rrëfimin e vet, rrëfim që ka zgjatur mbi 9 orë, duke rrëfyer histori të ndryshme, fillimisht mendoj se do i regjistroja, do i bëja ndonjë emision, se është mësuar her pas here të vinin në televizionet, të xhironin. Megjithatë kur ja dërgova librin, ishte pak para 7 marsit, e mbajta në befasi, më priti me emocion të veçantë, filloj të qaj, pastaj nuk ja tregova me kohë promovimin, se doja pikërisht për të arritur figurën e mësuesit në përgjithësi, jo vetëm të dikurshëm, por edhe atë ditës së sotme, vendosa që libri të promovohet në 7 mars. Pikërisht në atë kohë. Po, ditën e mësuesit. Ishte ku çfarë më bëre, do më thënë ishte në një reagim i skajshëm, madje edhe në fjalimin përfundimtar të promovimit të librit, e filloi bukur, për megjithatë nuk arriti ta përfundoj fjalimin deri në fund, filloi të qaj, se tha, kur po flas për arsimin, diçka në gjoks po më shëngon. Ka qenë emocionuar, do më thënë, e mba në mend atë kohë, ndoshta e keni rikthyer mbas në kohë. Si do ta përshkruani ju Regaipe Osmanin, me vetëm 3 fjalë? Person, do më thënë, njeri i urtë, i mençur, dhe që drejtësinë gjithmonë e dën. Që edhe ju ndoshta keni ndjekur edhe rrugën e saj, e keni si një mësuese, si një mësimdhënëse. Pas këtij librit, apo punoni me ndonjë projekt të ri letrar, të themi, ndoshta ka dhe shumë figura tjera që ndoshta do të kishi pasur dëshirë që të flisni edhe për ato figura? Nuk do e vazhdoja, do më thënë, këtë lloj narrative. Kam disa projekte, kam filluar me punë, disa ka të bëje me çështje gjuhësore në të kohën e teknologjisë dhe përdorimit masiv të saj. Pastaj është një për gratë, për forcën e grave, për dominimin, domethënë, e grave në një botë maskiliste. Domethënë atë që thash më herët, neve vazhdimisht shohim se si femra të ndryshme mbyten për një gotë që me vonesë ka dërguar një gotë ujë, për një fjalë të ndrruar, domethënë kemi shumë përfundime tragjike të jetrave të femrave dhe për gjitha këto dua ta bëj një libër, ndoshta nëpërmjet një ngjarje pak imagjinare, pak realt, por për dominimin e femrës në botën maskiliste. Çfarë do thotë për ju të jesh autore në një kohë kur të themi teknologjia dhe rrjetet sociale po ndryshojnë mënyrën e leximit? Është e vështirë. Domethënë unë fillimisht kur e shkrova librin, kur e botova librin, thash do e botoj, por nuk e di sa do arri që ta përçoj, domethënë ti detyroj njerëzit ta lexojnë. Duke se pasur parasysh se unë vetë jam mësimdhënëse dhe po shoh të rinjë sa lexojnë, jam në shkollë të mesme. Sot po thuaj se e kanë harruar formën e librit, për gjithë shka i qasen ChatGPT-s, inteligjencës artificiale. Sot mungon një gjykim i mirëfillt nga një i ri, që është, domethënë, gjykim individual, vetanak dhe i mirëfillt. Kanë ndryshuar kohët. Jo që kanë ndryshuar kohët, neve si duket me vetë dëshirë po e rrisim ignorancën, nuk po e lexojmë, po e marrin atë që na ofron të tjerët. Dhe kjo është një fatkeqësi, domethënë jemi në atë kohë ku e kemi një emergjencë kombëtare për t'u kthyer nga libri, për ta lexuar librin, se atë që e formojmë neve duke e lexuar nuk mund të na bartë ChatGPT-ja apo dikush tjetër, inteligjencë artificiale. Domethënë neve ditësotit nuk po mendojmë me kokën tonë, po mendojmë çfarë po na thot inteligjenca artificiale. A ka ndonjë libër as autor që ka ndikuar, të themi, që ju ka shtyer apo më shumë në formimin tuaj si autore? Vazhdimisht, domethënë,
I lexoj, por atë që do e veçoja është Ismail Kadare, i cili është një gjigant i letërsisë shqipe, që pothuajse edhe 2-3 herë ti lexoj librat e tij, i lexoj me atë pasionin që e kam lexuar fillimisht një libër. Është një autor që në rrëfimet e tij shpesh edhe ka sjellë fjalë të reja shqipe. Dhe ai vazhdimisht më frymëzon se si një individ në qoftë se ka potencial, ka aftësi, mos të ndalet me atë sigurisht të isha ndalë, nuk ka kush ta lexojë dhe të më shkruaje, pse kur do i vije dita që libri prapë do të triumfoj në gjithë shka, se forca e librit nuk matet me asgjë. Me asgjë, dhe unë them që tjetër është kur merr librin dhe shfleton në duart e duart, tjetër është ajo pjesa sa do pak që ndikon që lexojnë online libra, të themi në këtë mënyrë, po unë mendoj që libri kur të prekët, kur të ndjehet në duar dhe kur të shfletohet është më ndryshe. Të kthehemi prapë te mësuesja Regaibe. Sa ju ka përcjellur juve, sa ju ka dhënë mesazh se si duhet të silleni si një mësimdhënëse në këtë rrugtimin në pikërisht në arsimim? Keni marrë ndonjë këshill që ndoshta edhe ju në mënyrën e juaj ja u keni përcjellur të themi edhe nxënësve? Domethënë gjithmonë më thoshte që fëmia të jetë në rendin e parë. Asnjëherë mos ta shohim veten, jemi në disponim apo nuk jemi. Kemi probleme të mbartura nga familje apo nuk kemi. Fëmia nuk është fajtor, fëmia është aty për të arritur, domethënë për mësimdhënie. Dhe jo neve ta përçojmë te fëmia disponimin ton individual kur jemi të mërzitur, të mllafosur, që pasojë t'i bartim vet ato. Kjo ishte një këshill që më ka ndihmuar bukur shumë dhe gjithmonë më thoshte që vazhdimisht edhe sot e kësaj dite më thot që asnjëherë mos hezito të japësh gjithçka nga vetja. Asnjëherë mos thuaj që fëmijët nuk po mësojnë edhe unë nuk do e jap maksimumin. Se ndoshta në mesin e 30 vetëve ekzistojnë 5-6 vetë të cilët të shohin me pasion. Dhe kjo vërtet është se kam pa reagimin edhe të nxënësve të mi kur zhvillon me pasion, vëmendja atyre është jashtëzakonisht e madhe. E madhe, në maksimum të themi. Dhe çfarë këshille apo çfarë mesazhi do t'ju jepni ju personalisht të rinjeve që duan të shkruajnë dhe të dokumentojnë histori të rëndësishme? Fillimisht do t'i thoja që të lexojnë njerëzit, domethënë për gjithë njerëzit, se vërtet jemi në një gjendje të mjerueshme. Sot së shpejt frikë isha në panairin e Shkupit, vërtet ma la një shije të hidhur, gjithë ata libra ishin dhe pak vizitor. Mos flasim për blerës. Të gjithë qëndronin në vetë ata që i kishin sjellë librat. Ajo ishte një gjë të mrekullueshme, krahasuar me panairet në Shqipëri, në Tiranë dhe në Prishtinë. Pastaj, në qoftë se neve formohemi gjuhësisht, intelektualisht, patjetër që do kemi aftësi që jo vetëm rrëfime e njerëzve që kanë lënë gjuhën, por edhe vetë personalisht të sjellim diçka të re për gjithë ata që e dojnë librin, jo ndoshta të fushës së letërsisë, por është gjuha. Ka dhe fusha të ndryshme që njeriu mund të jap kontribut dhe të lë shenjë. Shumë shkruaj nëpërmjet domethënë mediave online, por megjithatë në ditën e sodit si duket shumë intelektual në thonjza, po shohim në bazë të shkrimeve dhe pak njerëz domethënë që vërtet janë mbrojtës të fjalës. Fatkeqësisht sot neve që jemi të gjuhës, shumë fare lehtë mund ta vërejmë ndikimin e inteligjencës artificiale dhe madje shpesh më qeshet me shkrimet që i lexoj, gjoja intelektuale që paraqiten, por fatkeqësisht është mjerim për ata që e dinë që është ChatGPT dhe jo
gjykim personal i një individi në fjalë. Në fjalë, ne dim që gjuha shqipe është gjuhë e pasur, gjuha është jo vetëm gjuha shqipe, po unë mendoj se gjitha gjuhët janë të pasura, nëse ne dim edhe një gjuhë tjetër, ajo është vetëm pasuri për çdo person. Unë mund t'ju them që faleminderit së pari që ishit pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës, por jo vetëm unë, po gjithë njerëzit që kanë jo vetëm një fytyrë aq shumë në shtëpi, një njeri i cili ka kontribuar sadopak për popullin shqiptar të merr guximin të shkruan ashtu siç keni marrë edhe ju për mësuesën e parë Regaipe Osmani, por gjithashtu edhe për gjyshën e juaj. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit për promovimin që sa të kuptoj bëm një promovim të shkurtër të librit, që për mua ishte një kënaqësi e madhe. Unë ju premtoj dhe shpresojmë që në të ardhmen të jemi pjesë deri tek ju, të vim të vizitojmë edhe mësuesën Regaipe për të parë, për të na rrëfyer edhe neve më shumë nëpërmjet televizionit dhe kamerave tona. Me kënaqësi do ju mirëpresim unë si autore dhe mësuese si personazhe e librit. Patjetër.